Miq të Piskut dhe Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku takohemi sërish me Aleksin për të na hedhur më shumë dritë për ato se çka po ndodh në botë dhe në Shqipëri për agendën 2030, se e kemi lënë pak pas dore, jo se nuk e kemi trajtuar, por ka ardhur momenti që t'i rikthehemi pak më në kokë, t'i bijem në kokë gjërave për të folur për ato se çka po ndodh, është bërë shumë mediatike, të paktën në botë. Por në Shqipëri, Alex, ma sa kam parë, dhe kemi ndjekur në median, në Shqipëri nuk është se... Normalisht vinë gjërat pak me vonesë, Shqipëri 2-3 ditë me vonesë, por bë disa ditë që në Angli për protestohet masivisht për të agendën 2030 që i themi ne, ose për digitalizimin, për këtë botën ku po shkon e gjithë bota, pra, në këtë linjën e çipave, jetës digjitale. Çfarë po ndodh atje? Për të na dhënë diçka më shumë ose për të rikonfirmuar ato që ne kemi thënë her pas here me podcastet e tjera, me bashkëbisedimet me ato gjuhën tonë thjesht për të shkuar tek njerëzit. Ju falenderoj për ftesën e re të 32. 32. Kënaqësi si gjithmonë. Ju përshëndesim dhe miqtë tanë konstant që i kemi për herë, që presin ditën e mërkurë të bëhet publikimi i emisionit të radhës. Tani të kalojmë direkt në temë, pa humbur kohë. Po bëhet një lëvizje e madhe atë në Angli. Doli me konferencë shtypi vetë kryeministri i Anglisë, Starmer, dhe deklaroi me pak fjalë aty që kush nuk do ketë kartë digjitale, nuk do mund të punësohet më në Angli. Sebebi i kësaj, sipas atit, sipas agendës, ishte që për të kontrolluar emigrimin e palishëm dhe ata që punësojnë në të zezë. Eti kemi më pse deri dje ose sot, si kanë kontrolluar ata këtë pjesë që duhet ke karta digjitale, domethënë? Si kanë kontrolluar të punësimin ose emigrimin e palishëm? Fiks, kjo pyetje që sapo bëri tani ishte pyetje e shumë britanikëve që e drejtuan këtë ngrecën si çështje dhe thanë deri më sot si, domethënë çfarë do ndryshoj kjo futje e kësaj kartës. Se e pyeti dhe një gazetar atë live aty dhe te kjo pjesa e fillon të na shkalonte ai. Edhe kishin konstatuar të njëjtën gjë që kemi përmendur disa herë dhe këtu. Krijojnë vetë problemin duke futur emigrantë të palishëm, edhe pastaj vinë me këtë zgjidhjen që shiko duhet kjo mas për të patur atë kontrollin e punësimit të jashtëligjshëm. Mirë po, ata e dinë shumë mirë që qëllimi nuk është kjo që parashtrojnë ata. Si qeveri. Është për të patur kontroll absolut. Për të kaluar Big Brotherin e famshëm. Gjërat janë thjesht. Për të hequr lirin, për të pasur gjithmonë atë çengelin. Po, që ti t'jesh i varur, t'jesh i kontrolluar, t'jesh i pavarur, të heqin pavarësinë lirin tënde, edhe t'jesh i kontrolluar për gjithçka në jetën tënde. Se thoshte që kjo nuk do jetë vetëm në lidhje me punësimin, por do jetë në lidhje me shumë gjëra tjera. Nuk mund të kesh nuk mund të hapësh një llogari bankare, nuk mund të bësh shumë veprime. Pra, nëse ti nuk ke këtë kartën, ai të penalizonte në punësim. Nuk mund të hapi llogari bankare, nuk mund të bëje shumë gjëra tjera, ndoshta edhe bugën që është më bazike edhe më jetësorja. Edhe supermarketet nuk do të pranojnë. Pra në ushqime, gjëra ti nuk mund shkoje të merresh gjë po mos kishe këtë kartën. Dhe ajo siç ka po ndodh tani, që po transmetohet atje, po glon me protesta të mëdha qytetarësh britanik. Po vërshojnë me miliona. Me miliona. Miliona bëhet fjalë, po i shikojmë për ditë, edhe po shtohen. Sepse tani ata e dinë shumë mirë këtë gjë, sepse është ngritur disa herë kjo çështje që të kalonte kjo karta digjitale, por është hedhur poshtë. Ka patur edhe 2 raste më përpara. Kush e ka hedhur poshtë atëherë? Po një rast ka qenë nga një lord i Anglisë atje, ishte pjesë e parlamentit madje. Shumë e ndoqën thirrjen e këtij, edhe u bashkuan edhe ra poshtë si masë e re. Po. Tani po e sjellin prap. Tani pas kanë bler lordin ato, pas kanë nxjerrë me anë që nuk pas ka reaguar këtë herë ose këto 2-3 zërat e tjera. Po ajo është punë para disa dekadash, edhe nuk e di, ai ka kaluar tani, është i moshuar tashmë. S'ka më takat si duket, duhet dalin ai lord tjetër. Tani këto shoqëri civile e kundërshtojnë sigurisht. Ka dhe zëra të opozitës atje në parlament që kundërshtojnë këtë gjë fuqishëm dhe shumë mirë bëjnë. sepse edhe ata dalin troç fare. Kjo nuk është për ato masa që po na parashtroni ju si diçka të mirë.
Po. Kjo është për të patur kontroll total. Na lidhin. Po ndërtojmë me pak fjalë atë që kena diskutuar edhe herë tjetër, atë burgun me ato zinxhiret e Burgun padukshëm. digital. Një burg i hapur. Qëllimi është, duke të patur kontrollin total mbi ty, është që nga momenti që ty zot pëlqen një diçka, ato të kanë një buton ty. E të fshin fare nga sistemi, nuk njifesh askund. Dhe këtë gjë po e shohim aktualisht që është duke ndodhur në 2-3 vende të botës. E ke në Filipines edhe në Venezuela, aty janë mbyllur, nuk numërohen kush e di sa llogari bankare, vetëm për këtë arsye janë çuar, kanë shprehur ata pakanësitë e tyre, edhe i kanë zeruar, i kanë shtypur atë butonin e famshëm atij. I kanë vdekur, i kanë vrarë. Tamam, i kanë vrarë. Në momentin që ti nuk njihesh më, të zhduk nga sistemi ty, ai ti nuk figuron më. Nuk figuron. Sado që ti mund të jesh si fizik, por ti nuk bashkëvepron, nuk bashkëton, nuk të heq të gjitha të drejtat që ti ke të lidhjet ato ndërlidhjet tuaja me nevojat e të përditshme, në lidhje me ato do blesh, do hash, do kryesh një llogari bankare, të zerojnë komplet. Edhe kjo është ajo që e bën të rrezikshme. Kjo është ajo që duan të fusin tani. Për sa ditësh është në protestë Anglia? Sot është dita e 4. Dita e 4 që ka nisur. Po deklarata e kryeministrit sa ka që është bërë? Pra kur i ka hedhur indicjet e para, reagoi direkt me një herë, domethënë populli? Po, direkt, po populli atje i di shumë këto gjëra, nuk është si neve që ka kaluar më parë. Që flem këm, që neve duhet ta kishim kundërshtuar që kur nisi kjo puna e kartave të identitetit. Si janë shumë të parafërta me ato që kemi shpjeguar atje. Sepse këtu po mos kesh atë për shembull ti nuk merr dot një pension. Nuk mund të hapësh dot një llogari bankare, se të kërkojnë kartën e identitetit. Po, është pak a shumë e njëjta gjë. Po kjo që do sjellin tani, që këtu e quajnë portofol digital, që do i bësh veprimet pastaj me një QR kod që do kesh në telefon ti atje, është ajo që po përpiqen të kalojnë tani atje në Angli. Neve do na nisin fillimisht me këtë telefonin. Pastaj do ne pajisë me një kartë smart, pastaj do e bëjnë digital edhe ata që aty pastaj ti i përfshir 100% do veprosh me anë të asaj kartës. Nuk mund të blesh në supermarket. Do të kërkojnë atë. Do kaloj, domethënë ai numri, ajo QR-i jot personal që të bësh veprime për të bler diçka. Kjo është burgu i hapur, me pak fjalë. To bllokojnë totalisht nga gjithçka, edhe po nuk ju binde këtyre masave të reja që na vijnë këta qeveritarët e ndritur, ti je i bllokuar. Je i vdekur për zgjalli. Po kjo po ndodh vetëm në Angli kjo gjëja, domethënë, siç ka folur dhe ka prononcuar, ka bërë mediatike ose të njohur për popullin e vet, ky kryeministri i Anglisë, apo po ndodh edhe në vende të tjera të botës? Po tani unë shikoj këtë sikur janë të njëjtat hapa të gjithë shtetet e tjera? Qëllimi është që të kalojnë të gjithë, është Kanadaja, që po e bën atë. Po ka shumë masa shtrënguese në lidhje me këtë. Edhe madje e kishte thënë dhe vetë Starmeri, do ndjekim shembullin e Kanadas. Aty ta tha trosh, domethënë që çfarë bëhet atje. Pastaj ke edhe atë zhvabi i famshëm që tha neve modeli jon bazë është modeli i Kinës. I Forumit Botëror Ekonomik Botëror. Ai e gjithë qëllimi të kaloj avash të ketë shtrirje botërore ky si plan. Po tani nisin në Angli fuqishëm atje, se si duket duan që të rrezojnë rezistencën më të fortë, se ka rezistencë fortë atje në Angli. Dhe po i shohim tashmë. Edhe nuk e dim se sa do eci ky si plan. Se sa më shumë të bashkohen njerëzit edhe të arrozojnë, prandaj të kisha theksuar edhe herë tjera. Populli është superfuqia. Nëse do dinim ne se çfarë fuqie do kishim, asnjë gjë nuk do kalonte nga këta që vendosin këta, që na komandojnë gjëja. Atë gjë tani po e bën populli anglez. Duhet i bashkohemi atij qendrimit që ata mbajnë, në momentin që kur na vidhet dera shtëpisë neve, të bëjmë njëjtën gjë. Ta shikojmë si shembull. Ata janë popull heronj ato atje që po kundërshtojnë. Po ato e kanë kuptuar. E kanë kuptuar. Kurse këtu nuk diskutohet. Si e mbrojnë ato atë protestën e tyre dhe si dalin kundër kësaj kauzës, pra digitalizimit? Ata janë të koordinuar. Me ça sloganesh ka aty? Ça shprehen ata në protesta? Ça thonë? Kush është tok fjalësh i tyre që përdoret në këtë? Dalin me pankarta ata, dalin aty, janë të pajisur pothuajse të gjithë, jo kartës digjitale, jo kartës me detyrim të kartës digjitale, e mbrojnë me plot mesazhe që dalin atje kur bëjnë ato protestat. Edhe këtu tani ata po i japin mesazh jo vetëm për të mbrojtur vetën vendin e tyre,
po që kur na vinë se pas nesër kujdo vendi në botë, të bëjnë të njëjtën gjë sepse po u mor parasysh, po të instalohet në një vend, ajo do merret si shembull nga disa të tjerë që kanë orekse diktatoreske për të kaluar te popujt e tyre. Po. Edhe kjo është një shembull i mirë që po na japin. Si fillim, kjo është gjëja më e mirë, se pastaj do detyrohemi të kalojmë tek masa drastike në Nepalit. Po që duhet të jemi të informuar mbi këtë çështje, se po nuk i ditëm se çfarë na kanosin këta, kush është qëllimi i tyre, sado bukur që na i paraqesin, neve nuk i bëjmë dot ballë, se do ta njohësh të keqen. Mos i qëndrojmë asaj që këta na nxjerrin si vitrinë të zbukuruar për lehtësi, për shpejtësi, për të shmangur rradhat e gjata nëpër zyra, nuk janë këto qëllimet, sepse ata nuk veprojnë kurrë për të mirën tonë, pavarësisht se vinë me atë për të mirën tuaj, është kështu. Gjithmonë me këtë dalin përpara ata. Që kur kanë menduar për të mirën tonë ata. Ata janë aty thjesht për të marrë ato, qeveritë janë zëdhënëse të atyre që qëndrojnë në prapasken. Po. I japin ato pikat, edhe ta dalin dhe i bëjnë publike pastaj. Tani nëse popujt i pranojnë këto gjëra, kalojnë te hapi 2. E pranove atë, kalojnë te hapi 3. Prandaj rezistenca duhet bërë që në fillim. Populli anglez duhet tregu i zgjuar sepse e kapi që në fillim. U bot deklarata direkte protesta. Kanë dalë direkt protesta, sa bot deklarata? Sa po e tha ai atje, 4 ditë ka që ka bërë këtë deklarat, 4 ditë janë protestat. Vazhdojnë akoma në të momentin që ne jemi duke realizuar këtë podcast, ato vazhdojnë me protesta atje. Po, fututi në rrjetet sociale, kalohet te pjesa e Anglisë atje, i ke plot tumdas rrugët. Po si ka mundësi që këtu në Shqipëri që të kthehemi këtu tani? Se ajo se çka po diskutojmë për në Angli dhe që po ndodh në Angli, ne po e diskutojmë për shkak se shumë shpejt pritet të ndodhi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtete të tjera. Por pse nuk po transmetohet në media shqiptare? Pse nuk po diskutohet kjo gjë? Po, që Anglia nuk është një vend i panjohur ose vend i vogël apo me pak rëndësi, domethënë në botë. Është një vend shumë i rëndësishëm. Madje kemi edhe shumë shqiptarë atje për më tepër. Po, është një pjesë e madhe e shqiptarëve atje është. Pra ne për njerëzit tanë atje nuk interesohemi nëse atyre ata nëse nuk kanë një kartë të tillë, i bie që nesër nuk do të jetojnë dot, nuk do konsumojnë dot, nuk do hanë dot, nuk do ushqejnë dot. Nuk do jetojnë dot, se po spatet e kartën ai thotë nuk ke drejt do të marrësh një shtëpi me qira. Shumë gjëra që shkojnë kundra agjendave të sistemit, këta tanët këtu nuk i paraqesin. Nuk i nxjerrin. Sepse këtu tregon qartë azifare që ne jemi aq të bashkuar me vijen e agjendave sa s'ka ku vetë më. Edhe ata nuk duan ta paraqesin, ta trajtojnë nëpër media, sepse ajo pastaj neve do fillon të marrim atë shembullin e rezistencës. Në momentin që të vijë ajo këtu pastaj, neve të vazhdojmë timi akoma në gjumë, siç kemi qenë për herë. Mos merret vesh, si në kohën e Xhaxhit, shumë gjëra nuk merreshin vesh. Dhe sot që është bota e hapur që çdo gjë merret vesh, ata përpiqen që ato gjëra mos merren vesh. Si çfarë bëjnë këta këtu? Aq të organizuar janë, aq të zellshëm janë që qëndrojnë aty në rolit të tyre besnik. Vetëm kur është diçka që i shërben sistemit, atë janë të zellshëm aty. Shife tha, Anglia, vendi i madh, bravo, po. Do ndjekim shembullin e tyre. Po tani pse nuk e paraqesin që do ndjekim këtë shembull që ata po japin? Pikërisht. Që si funksionojnë këtu, si luajnë, sa pistë. Këto mediatonat që prandaj e kemi tekstuar disa herë. Merrni të kundërt në asaj që thot. Po ju erdhën me atë për të mirën tuaj, dijeni se e kena për të keqen tonë, në dëmin tonë, në kurrizin tonë. Kështu që prandaj mos na duket çudi që nuk i trajtojnë këto tema. Hapni syt vet, kërkoni vet. A do zgjohet edhe populli shqiptar nëse do ndodhte nesër për shembull Deli Rama thotë po të njëjtën gjë si kryeministri i Anglisë. A të ndodhi po njëjta gjë që populli shqiptar të reagojë si populli anglez? Tani e shoh çik si të vështirë atë gjë, po çfarë nuk ndodh tani se njerëzit i kanë mjetet për të hapur syt. Secili ka shtëpi internet, mund të informohet se çfarë ndodh nëpër botë. Mos qëndroj vetëm kështu si kaliqor aty me i vi. Ama si jam okay, në rregull, unë nuk më cënoj diçka, i kam lekët e mia në bank, punën time kam të sigurt, familjen e kam të shëndosh. Po nuk është ashtu. Duhet të dyshojmë për disa gjëra që nuk na i thon. Kërkoni vet, hapini syt, shiko çfarë ndodh nëpër botë, sepse ajo që ndodh atje jashtë, do vi një ditë që do na trokasë derën, ne duhet jemi të përgatitur.
Se këta do na vinë dhe na thonë që ajo është gjëja më e mirë për ju. Po neve s'do ta marrim atë siç ne parashtrojnë. Do ta kalojmë gjithmonë ajo sita. Gjithmonë. Këtu tani nuk e di. Ndoshta do të çike vështirë që ta kuptojnë se çfarë është realisht ajo gjë. Ne jemi dhe popull i vogël, por duhet merremi vesh, duhet i marrim vesh gjërat më shpejt nga vendet e tjera. Tani pse do thosh ti pse në Angli, se është kjo tjetra. Pse në Angli? Po, e thash po. Se tani në Angli kemi aty është banesa e të famshmit Rothschild. Nga ana tjetër në Amerikë kemi të famshmin tjetër Rockefellerin. Ai tjetri tha në Amerikë atje do bëhet qendra e gjithë botës si fillim, do jetë qendra digjitale e botës, që është Rockefelleri, ne kemi Rothschildin. Do të thënë, eksperimentin këta e bëjnë më parë tek popujt e tyre. Pastaj fillon e përhapet ajo gjë. Duan të shohin si do jetë ai reagimi. Luajnë shumë, presin shumë të shohin reagimin e njerëzve. I intereson shumë kjo gjë. Edhe ato videot që dalin atje që i shohim nëpër rrjetet sociale, aty na masin pulsin neve. Çfarë mendojnë vendet e tjera për këtë që po ndodh në Angli? Çfarë qëndrimi mbajnë? E shohin si diçka të mirë atë protestën që ata bëjnë, apo si diçka ekstreme e disa grupeve qarqeve, se kështu thonë, ku nuk intereson disa qarqe ekstreme. Po ekstreme. Kur duan t'i njollosin, kur duan që t'ia ulin atë një prapashtesë në gjë kështu. Po, kur duan të ulin atë vlerën asaj përpjekjes që ata po bëjnë. Ata po luftojnë për lirinë e tyre atje. Pastër po lirinë e tyre. Qarqe me miliona ato duke protestuar, qarqe. I ka kusin, po kur qarqe mund të jetë ai që del flet atje, ai kryeministri me ato interesat që mund të ketë nga pas. E luajnë pastaj edhe me ato shifra. Thonë atë që çka kam vetë, ja thonë ja veshin tjerëve. Po, edhe ajo është taktikë e njohur. Edhe luajnë me këtë punën e shifrave, ata kanë dhënë miliona kanë vërshuar atje në rrugë. Edhe thon pastaj disa qindra thoshin ata, disa dhjetra qindra thoshin, kështu ja ulin komplet atë numrin. Kur duan pastaj që intereson, ato ja shtojnë numrin. Apo? Siç ndodhte në kohën e pandemisë atje, u infektuan 700 sot. 2 milion vjet. 2000 në Fier, 3000 këne, vërdall, të terrorizon njerëz. Kur duan i çon ato shifrat në stratosferë. Kur si intereson pastaj ja ulin numrin. Mediat janë të kapura të paguar më burr. Sidomos to mediat kryesore, që janë këto që fillojnë nga Top, Klan, Vizion, këto janë të mëdha, ato që kryejnë lavazhin më të fuqishëm tek populli. Prandaj sa më shumë nëse doni të dëgjoni televizor, kanalet e vogla. Ajo që po ndodh atje tani në Angli, mendon se do të ketë rezultat nga protesta? Pra protesta do ta zhbëj ose do ta stepin mbrapsht atë se çka ka thënë kryeministri i Anglisë? Besoj se po. Vetëm ajo mund ta rrezojë atë gjë. Pra do të vazhdojnë thua, beson që do të vazhdojnë? Me atë majsa e parti qëndrueshmërinë që kanë ata? Me popullin e Anglisë e kanë çik pisk punën ata atje. E kanë pisk? Po. Aty ka për të ngec shara ngosht fuqishëm. Po megjithatë që sa të pacip janë, po e tentojnë. Të shohin. Kanë gati, kanë marrë masat atë, dishin shumë mirë që nga momenti që do dilte ky zëdhënësi i Anglisë, që quhet kryeministër atje, siç kemi ne këtë zëdhënësin këtu. Po. E dishin shumë mirë që atë reagim do kishin ata. E dinin ata, e lexojnë. Po do vazhdojnë të insistojnë deri në një farë pike. Kanë për të kalu pastaj të nxirrë edhe në një ushtri atje pastaj për të vendosur, për të përzënë, për të përçar përpjekjen e protestës. Kanë për ta çuar deri atje. Do nxirrën edhe ushtri. Ta presim edhe këtë. Po pam pastaj që edhe me ushtrisë kanë për të pyetur, aty pastaj do të tërhiqen. Do vendosin diçka tjetër pastaj, në një diçka më sofistikuar, kështu ta sjellin më anash. Se deri dje i lanë që të vërshojnë emigrantët e palishëm pa fund atje dhe po kalojnë dhe kulturat e tyre ata atje. Po, çfarë po bëjnë të njëjtën gjë po bëjnë edhe në Shqipëri? Po. Për më tepër në Shqipëri që ne 1 milion banor jemi dhe ato po çdo ditë po paksohen duke ikur, edhe tu do të vijë një ditë që të ketë më shumë me kombësi të tjera se sa do të ketë shqiptar. Po, me sa po tregojnë gjërat? Tu po e shesin gjithçka. Po e shesin gjithë. Jugu ka dalë në account atje, po vinë tuajt, sidomos ata me ata kapuçat e zinj këtu, janë tu e ble. Vjen ky palloshi këtu dhe konsideron Shqipërinë pron plakut vet. Edhe thot, kjo ka dalë në shitje. Po si ka mundësi që nuk reagojnë shqiptarët për këtë pjesë?
Po, pra më thuj tani ti mua. Pra, Nuk është ne me edhe më para për shembull për trojet e tjera, Çamarin, pjesë Kosovës, pjesë të Malit të Zit, Maqedonisë, treva të tjera që na i kanë marrë domethënë. nuk i di. Po njëta gjë po ka ndodhet ngel Sahati mbrapa. Vazhdojmë akoma ne po shesim tokat, po do bëjmë shqiptar, po e japim tyre. Nuk e di, nuk e se ka ngelur Sahati mbrapa. Ktu neve kemi më shumë mendjen që çfarë ka ndodhur dikur. Po. Ai filani na i mori këtë. Do që sot po japim prap. Sot që po bëhet më fuqishëm në mënyrë më masive, reagimi është zero. Fanatizohemi vetëm me ato që çfarë ka ndodhur dje par dje. Ndërkohë që është duke përsëritur historia sot. E kemi aktualisht duke ndodhur si fenomen. Nuk po reagon asnjë askush fare. Po çfarë bëhet, çfarë fenomeni është ky që po ndodh tani këtu? Sikur i kanë futur atë injektimin aty, janë kthyer, kanë posuar mpirje, edhe kanë mendur vetëm çfarë ishte atëherë. Sot jo fare. Po sot po ta shet Shqipërinë ai tjetri apo? Ku janë këta detarët e mëdhenj që reagojnë se çka ka ndodhur para 500 vjetësh, para 300 vjetësh? Tani që po flasim që bëhet ky emision, janë të ushqit Shqipëria, po coptohet. Po e marrin tuajt. I fusin flakën anë vet këta këtu, të largohet një pjesë e popullit që ka mbetur atje, edhe del në shitje ajo pastaj. Vendos atë tabelën ka dalë në shitje, në account. Edhe presin oferta pastaj këta këtu. Shkon ky Joni takohet me një ishull çuditshëm atje kur ishte para dje par dje, me këta të fortët, me këta bobat atje, edhe fillon e bën ato dallaverët e tyre, ato ndarjet, Pazaret. ato pazaret Ne jemi shqiptarëve, kurrit shqiptarëve. e llokmave, kush jep më shumë, kush jep më pak, aty tamam account ka dalë Shqipëria jon. Edhe në vend se të tregojmë aty që ore, po na shisni shpinëve. Ju po na coptoni. Ato që kemi trashëguar prej shekujsh, ju tani po i shisni. Ja, ngelin vetëm atje kur bëhet në kur lung kombëtare, vetëm aty tregojmë ja detar të zellshëm neve. Aty vërshojnë, mbushet gjithë bulevardi plot. Kur e pashën e fundit që lutën me Serbinë atje, se kanë dhe këte që i aktivizohet damari vetëm kur dëgjën termin Serbi, nuk e di efekti lavazhit, aty vetëm se çfarë ndodh aty. Aty bashkohemi neve. Edhe njëherë kur kisha komentuar, kisha thënë atje, ore, këto kuqezin që dalin kështu si mbështetës të mëdhenj të kombëtares, pse nuk dalim neve për një të mirë për bashkë për gjithë popullin? Vetëm kur lën kombëtare domethënë, ajo që ka qendra që na bashkon neve, ajo pika e unitetit, sa ashtu na do trapi tha njëri. Okej. I shkujt e tillë dhe të shkujti pastaj se ashtu na do trapi. Po, ai thanë ashtu na do. Bravo. E va mirë, vazhdoni birni trapit. Futjani. Kështu që nuk e di a bëhemi për kështu gjërash. Nuk po e shikoj që të kemi atë qëndrimin e duhur kur nacionohen territoret tona. Ose nga ana tjetër pastaj, hyri jo po shiko se është ana e Greku tani, armiku ton të përhershëm, kanë ligjin e luftës të hapur. Ndërkohë që neve këtu po na pordhunojnë të gjithë vendet europiane, komandojnë ambasadat, ajo rruga e ambasadave që është atje, ata komandojnë se ç'do bëhet këtu. Jo, aty e kanë Sahatin. Serbi, Greku. Veç dy. Aty i kanë thënë. Mash. Ata janë armishën ato. Po u fshin ata nga harta, tani ne do jemi qetë, do bëjmë gjumin qetë. Ndërkohë që neve i kemi këtu ato të kollarisurit, ata tipat që solli ky i gjati para ca ditësh aty, para ca muajsh aty të sheshin. Te Samiti i famshëm. Ato qylimet e kuqe atje që i priste një nga një ky. Ata janë që po e blen Shqipërinë. Ata janë armiqtë tan. Ata ndërkombëtarët e famshëm që që i nxirrin nëpër media aty dhe jargavideni. Jo, si janë ata? Janë këta të dy. Okej, aty se kuptojnë që kjo është pjesë e trushplarjes që i kanë përqendruar vëmendjen aty ku s'duhet. Ata mund të jenë, po mund të jenë shtatësor, tetësor. Kryesorët janë këta këtu. Këta që na futen te shtëpia edhe vendosin për shtëpinë. Ne kemi brenda më burr. Na i paraqesin, i nderojnë, i presin me të madhe. Ata janë duke na i zhduk Shqipërinë copa. Jo, ata të dy janë armiq vetëm thotë. Okej. Uroj që të zgjohemi në një ditë, ta kuptojmë se kush janë. Por kryesorët që i kanë hapur derën këtij vendi këtu për të na bërë të huaj çfarë të duan, janë ata që janë në parlament.
Ata të famshëm atje baballarët Të gjitha palëve, të gjitha të gjithave pas një përjashimi më të vogël, nga partia më e madhe deri te më e vogla. Të gjithë janë për interesat e tyre dhe janë tradhtarët më të mëdhenj, realisht. Janë tradhtarët më të mëdhenj që ka një historia, domethënë. Imagjino njerëz më parë kanë luftuar me shpatë për këtë vend, për ta mbrojtur të tokë, ato shkojnë atje për atë sufllaqjen e tyre, si po e konsiderojnë atë se çfarë kanë ato, për te vilave ose pasurive që kanë. Po është komplet e pa vlerë gjithë se çka kanë pasuria e tyre përpara kësaj vlere që po përzen shqiptarët nga ky vend, edhe po sjellin këtu njerëz nga të gjitha vendet e botës, edhe nesër për turp, është për tar turp, që realisht domethënë jena ngjumur se që nesër nuk do quhet më Shqipëri kjo më. Ka më ardhur ditë që s'ka më quhet më Shqipëri ky vend. Po do se nesër do futen to me karta, se nuk do pyesim më njëri si kush. Nesër, pra ne po flasim bëjmë krahasimin ose atë se çka po ndodh në Angli, që po protestojnë ata atje, se është shtet shumë i madh, është me miliona banor, sado që ka dhe të huaj, të ardhur të tjerë të vende ndryshme që ka dhe shqiptar atje, po Shqipëria është sa një lagje minimaliste, mjaft e vogël, e Londrës ose një qyteti tjetër. Një lagje shumë e vogël është Shqipëria atje, me aq banor sa ka, domethënë. Është në Angli. Për më tepër që po i largon, po i ftof, po i blen dhe s'po kuptojmë që po dehen me këtë joshin, sufllaqen me dy pite, me ketchup apo ku diun, me këto gjërat bazike, patatina, kokoshka, çfarë po japin, që po rrin vesh po janë bërë aq materialista që kanë humbur komplet fillin e gjës për të kuptuar atë se çka do të ndodhi nesër me këtë tullumbacin që i kanë dhënë në dorë, që po dehen edhe po luajnë, po e marrin najër të tullumbacin, por harrojnë që vetë janë najër. Po shikojnë që jemi mirë sot. Nuk e llogarisin çfarë do vinë nesër me këtë lëvizje që janë duke u bërë. Valla, shoh njerëz në lagje, që më minimalja, pa e gjykuar. Por ku diun, të komsive ndryshme me ngjyrë që vinë shpërndajnë ujë për shembull. Po. Ja. Kështu fillon. Që i ke këtu, nuk janë më ata, nuk ke më shqiptar këtu, nesër ti do të vi, do kesh në një pallat për shembull, do dominojnë më shumë të huaj se sa shqiptar. Nuk do ketë më shqiptar. Po, vjen gradualisht. Ti mëngjes, kur zgjohesh mëngjes nuk do thua, do na marrë madhe me thon mirëmëngjes për shembull. Me fol shqip me gjuhë shqip. Jo më larg se dje po bëja një bisedë me shokun tim, që është njëri që është i apasionuar pas maleve që del, lëviz domethënë. Edhe kishte shkuar, kishte takuar nivelin 1500 metra mbi nivelin e detit, një mal atje. Kishte takuar një bari, edhe bariu po i rrinte distancë, kishte menduar se ishte i huaj për këtë shokun tim. Ai kishte thënë, "Oh, çe shqiptar ti?" Po, thë shqiptar jam. Ua, thashë që pash shqiptar, pra në malet e Shqipërisë kishte thënë bariu shqiptar, që shiqyr që pashin shqiptar. Më së fundi. Nuk di sa herë shko të huaj atje. Vetëm të huaj. Do thuash ti, okay, ata kanë atë dëshirën për të parë gjëra atraktive, gjëra tërheqëse. Po s'ka më, nuk ka më shqiptar më, po ai mali nesër, pra ajo gjendja, situatë, siç është aty tek ai mali, do të jetë nesër në Tiranë. Po, do zbrezin qytetarët, do themi të njëjtën gjë me bariun. Do themi të njëjtën gjë, prandaj bëra krahasimin. Pra, siç është habita ai atje në mal, do habitemi ne këtu në qendër Tiranës, kur shohim shqiptar. Po. Do nisim me hello që të shohim çfarë është. Po, çfarë është? Oh, po fol më shqip. A pse shqiptar je ti? Hajde më këtu, as çike vllai im. Po çe vllai, po ne jemi largu nga vllai më. Po do na marrin malli gjemi shqiptar. Po do na marrin malli, po kur vi, kur do shkojmë tek ai fundi fare, do. Kur shkojmë tek ai fundi që të na biturive të përplasemi, na thiturit, atëherë do se dalin këta, po jemi bërë shumë materialist më. Se dalin tek këta sufllaqe xhind pastaj dhe kur i diskuton këto tema thon pse që ke racisti. Pse neve dikur nuk shkoshim se çfarë përdori ky i gjati. Ne kur dëshëm me justifiku këta pacat që do i sillte meloni nga Italia me strehu këtu.
Pse ne dikur nuk kemi qenë tha emigrantë kështu më radh? Po. O pall, po neve nuk shkuam emigrantë atëherë me autobus dhe me organizimin, nuk na pritin ai kamp për qëndrimin neve atje. Ne shkuam me 1001 vështirësi të ndryshme. Sa shqiptar janë mbyt domethënë. E nisëm nga zero ja. Sa janë vrarë, peripetësit me ujë ftohtë në Otranto, sa shqiptar ka përpi deti. Si i përdorte ato hallet që kena heq neve ato xezat kur kena shkuar në emigrim. E paraqisë se kur kishte lidhje me këtë këtu. Nuk është fare ashtu. Kjo është qëllimi, kjo është agjend o vlla i dashur, si më me tu kthy domethënë, në çfarë forme me tu kthy se nuk na e lejon ajo gjëja që ti ha buk veç prap domethënë, nuk e ha këtë bukun ton, nuk po themi se kjo buka jonë është shumë e mirë, ne jemi ke thërrimet akoma, aty më mirë trima aty ato thërrimet, se sa të ham atë bukun që ha ti domethënë dhe e sheh kaq cegët të gjë domethënë. U taku ky presidenti inexistent, ky joni këtu, ky marioneta, ku dëgjon çfarë është ai valla, sigurisht kurdisin atë. Po nga që ka non grad atje në Amerikë, e çuna në Kobo bashkë me atë. Po, është një qarkullon një histori, si është kjo historia? Po pra, u taku me një... Kush ka nën grada në e shpjego pak këtë historinë? Ai pra sultani që ke qefti. është nën grada në Amerikë? Po, nuk e pranojnë, edhe u detyru të dërgoj... Po këtë se thot asnjë, se ma thallë një tjetër më këtë, po nuk e diskutova, ma tha jashtë kamerave. Po ma thuj pak të si është situata e këtij, se ata e kanë shpallur në gradë atje në Amerikë. Po, tu nuk ka lidhje fare, s'na ha fare as për PD, as për çfarë gjë këto tjerat, po. Tu ka i të vërtetë, domethënë që nuk po flitet. Që Rama është shpallur në gradë në Amerikë. Edhe kjo që tha Aleksi e kam dëgjuar mirë vend tjetër, jo kështu, jo biseda kafineshe, biseda që janë po njerëz të këtyre që rrin mbrapa këtij sultanit, e hajnë, e pinë të këta. Po kanë informacione, po shërtisin sa mi cep, po se kanë ftyrën e guximin, se normalisht dhe hajnë edhe kafshatën e vet, domethënë. Ashtu hanë, ashtu jetojnë, ashtu mbijetojnë ta njerëz. Të shjet në sothaqe. Po e tha, i doli kjo, e volli domethënë, e volli pa dashje. Edhe tha që ka çu presidentin, ka çu kryeministrin numër 2 domethënë, ose zëvendës kryeministrin, se ke pati që edhe Edi Rama tani me një vend ku e pash, se e thash një nga vitet e tjera, kishin bërë këtë banerin e madh, domethënë këto imazhin e kanë, to fasadën e kanë, atë dukjen e kanë kështu me lulet e me gjona, shkëlqësia e tij. Shkëlqësia. Perandori. Perandori. Për shkëlqësia përdoret për presidentin. Pra për kur shkruhet në letër ose një deklaratë ose diçka, ose një kërkesë ose një urim për presidentin. Pra, kryeministri kishte çu presidentin, na i thuj ti, pra. Ma thuj pak të si është. Po duke qenë vetë non grada ai, sepse aty i kanë hapur dosje atje. I kanë hap dosje në Amerikë. I kanë të arrestuar me gjitha pisliqet e këtij që nuk ka të marrume. Le qa bo ky pastaj jo përshiko e oqem kryebashkiakun. Ata kishte një rast mrena aty ka ca muaj ai, tani u vendos këto formalitetet. Tani u shkarku plotësisht. Sepse kishte nuk ka ardhur punë. Ai kanë plot vetët e s'ka ardhur punë. Pse s'ka ardhur punë, po ti e ke myll. Po se ka bërë këto 4 5 7 gjërat. Po këti nuk i numërojnë këtij tjetrit. Ka më shumë kjo? Ja ka dosin full fare, domethënë nuk e mëshill dot ai elastiku, duhet me i vendos litar asaj dosjes që ta mbajt gjithë përqendruar atje. Po nuk e arrestojnë dot, e tani është nga që është kryeminist, do bëhet duan për ca punë të tjera. Kaos tu pastaj. E duan për ca gjëra të tjera sigurisht. Edhe prandaj ai keqi duhet një keq për të kryer sa punë të vetë të këqija për atë sistemin, për agjendën e tjerë, por nesër kur të marrë punë me këtë që të vijë një tjetër, ta vendosin aty, e çojnë edhe këtë si çunte punë mbaruarin tjetër që futen aty ke kolibja, do shkojë edhe ky ke kolibja, po me ai sapo thot Aleksi, ky e pas ka dosjen. Sa më ky krau. E ka të majme edhe jo të më ky krau. Ta vendos jap edhe i dorë që të tjera më mrena. E ka është afër lagu, po e vjen për stungohet. Po, pranet kam thënë që ky nuk e përfundon këtë mandatin e 4 do bër. Nuk e përfundon. Ajo Rama 4, jo po sateliti 7. Çka kjo Rama 4 valla? S'ka për ta përfunduar këtë gjë ai. Ai më ka për të rënë nga ajo lavdia e madhe, ka për të rënë me një fuqi shumë goditse në tokë, një bau i madh. Do jetë Sultani u njeh shumë më. Edhe ku do shkoni personale me ty ti njëri shumë i mirë, kemi zili për me flasim kështu. Edhe duhet shëva ato patronazhisa çfarë do. Jo, më shkoi mendja ke kjo gjë, domethënë se kemi parë, kemi lexuar, ka shembuj bota i lashtë fare, domethënë. Që me faraonin për shembull, me hy, domethënë ç'a përfundimi pati faraoni,
Me që e qutë vetën Zot, domethënë, edhe ja dha shembulli Zoti vetë e mbyti aty në det edhe e kalon akoma siç ka qenë atë, sado që ai kërkonte falje, le të themi do të ta mbyllte atë gjën, thonë të prisë të kthehem, valla, si miku ajo deja, u zgjova, kupton, se ra aq keq. Do ta lidh me këtë që theti që do bie, se ka shkuar lart, do bie, po do bie keq. Forcë shumë të madhe të godasi. Do bëj zhurmë. Mund të ka ta ndiset ai nesër që ta bëj ta kthej Zoti, domethënë, siç ka kthyer te tjetrin, domethënë, kryetarin e bashkisë, domethënë që s'kalon, se është shumë e tepër të egzageruar, po ta themi, po qoftë edhe një njeriu, nëse i kanë hyrë në hak këto, që e kanë dëmtuar, e kanë vrarë, e kanë hëngur mbi kurrizin e tij, s'po flasim për shifra, se këto flasin nivele shifrash. Kur flasin nivele Altin edhe Alex, mund të kemi unë midis teje për shembull, me ty mund të kemi. Po këta kanë qenë pozicione, aq më pozicione të larta, aq më shumë dëme kanë bërë. Që kanë përfituar, aq më shumë pis bën, domethënë, aq më shumë thërrime bën pra le të themi. Po, normal. Sa më shumë pushtetje. Imagjino, pra, ku ishte Erion Velia ku ka përfunduar tani? Ku ishte Ilir Meta ku ka përfunduar tani? Ku ishte Berisha ku ka përfunduar tani? Se le çfarë flas, ajo është në hall të madh, domethënë. Edhe ky është në hall të madh këtu tani, bëhet gati gjë. Ku do shkojmë? Pra, këto e kanë përpara syve gjithë atë. Po këto ishin dhe si të mënë që të zgjuar, historia përsëritet më vlla. Vjen një moment që arrin dikush një delir zenithi aty ku s'mban më, do vi një moment që do ju skadojë ajo kohë. Edhe ka përtron fuqishëm. Jo thon këta, gjithmonë sa herë që janë kushdo që i kanë dhënë pushtet këta, unë s'kam përtron, unë s'kam për ta posuar sa i tjetri. Unë jam më i sigurt, më dun më fort. Ore ju shfrytëzojnë, ju përdorin. Le që ai kishte thënë vetë para ca kohe, e thash në një nga emisionet e para. E thatë vetë Fevziu, Fevziu tha, shërbëtore. Unë një ushtari i thjesht jam. Ishte era e parë që ky sultani tha një të vërtet shumë të madhe. Është thjesht një ushtar, valla. Këtë duhet kuptoj. I bindur. Po, unë shpesh nuk ja vë gishtin atij, se shumë e marrin natë. Po në një moment që edhe ky ushtari do lollet, s'ka më përgjigj më, s'ka më bind më, domethënë. Edhe kjo po ndodh tani, janë ato. Po do skadoj misioni, por deri aty e kishe ti atë misionin tënd. Sepse çfarë shikojnë këta të këqin, këta që i vendosin këta kryeministra, këta presidentat, çfarë shikojnë këta? Po pati nivel të lartë pa kënaqësie nga populli, dhe heqin pastaj atë. Që të vendosin një ushtar tjetër, që të nisi pralla nga e para. Fillojnë shpresat, ëndrat nga e para, se ta provojmë dhe këtë, se dim, nuk e dim. Po, por këto niveli pa kënaqësisë këtu ne nuk është në ato nivel domethënë. Nuk është në nivel të lartë që ta heqin. Jo tashmë besoj se ka arritur ai nivel. Ka arritur, Po ka arritur tani edhe do vi momenti që do e heqin dhe vetë këtë. Do e heqin, do vendosin një ushtar tjetër, siç bëjmë me këto 3 partitë e reja. Po ta provojmë edhe këtë, se kemi provuar ndonjëherë këtë. Edhe kjo histori për herë. Rozojnë një ushtar, nxjerrin një ushtar tjetër, se ajo Rotacilja që ka një ushtar këtu sipër, rrotullojnë atë, del një tjetër. Që të nisi prapa ajo shpresa nga e para. Këtë se kemi provuar, ta shohim çfarë do ofroj. Po kjo gjë ndodh gjithmonë në bazë të pakënaqësisë të popullit. Kur shikojnë që ka arritur në një nivel që nuk mban më ujë pilafi, atëherë vendosin ushtarin e ri këta. Po mirë, ne jemi midis një hendeku, është ky hendeku ky i madh që është krijuar, janë 2 palët. Një palë është ajo që ne po thonim pak më parë që po shkombëtarizojnë shqiptarët dhe Shqipërinë po e transformojnë, po e bëjnë, ndoshta do t'i ndryshojmë edhe emrin nesër. Që fatkeqësisht nuk e di si mora guximin ta them të, po është ajo që po shohim. Dhe kemi edhe anën tjetër, domethënë që janë të pakënaqërit ose që po kush është ajo që po mbizotron më shumë ti. Nga një anë është ushtari i bindur, nga ana tjetër ka pakënaqësinë e popullit, po thua. Jo. Ushtari është në hendek, është mrenaj. Okej. Është mrenaj, ke kanali, ke gropa që ka hap vetes, ai po zhytet aty, po thellohet ai shumë ajo që po merr edhe shqiptar. Pra janë këto shqiptarë që po ikin dhe shqiptarë që janë pakënaqur që jemi ne këtu që po bëjmë llapa siç na thonë domethënë. Bënin ai punë. Po, bënin ai punë, pra jemi në ai punë. Ne punë, po s'kena dalë tu me lypën, po s'kena. Është i njëjti atje bënin ai punë atë. Ne shkuan në një këngë atë. Faleminderit që më në për ne. Ato si 24 orë. Por është edhe ai ka përshtypjen që nuk bën ai punë si ne, si me punën tonë. Me punën tonë. Gjithsesi përshëndesim valla, do bona shok, do bona miq, s'ka gjë. Do vi moment që do bi xhetoni.
siç po prezën ne na billen e xhetoni, se ne Në mërzitën disa që ju referuam dhe Cakos, nuk i palëpishë ca po pak pa dhe shumë, mos më me Çakun thonë, ne aty të kanë. Nuk krahasohesh. Ti nuk thënë gjë të keq. Kush u krahason me atë? Po s'kena thonë. Unë konsideroj atë e konsideroj madje bashkëluftëtar, konsideroj sepse thot shumë gjëra që janë që shkojnë kundra sistemit. Thash vetëm ku kalonte UFO-t edhe këto gjonat, toka shesh, aty s'jam dakord. Çfarë fiksoheni? Nuk tha gjë të keqe për atë. Po si morën kështu, po kjo është ajo kjo është ajo që ne jemi njerëz që ne ngopemi me sufllaqe. Nuk e kam fjalën në kuptimin e drejt për drejt sufllaqes për ata që realisht punojnë për sufllaqe, por ne mjaftojmë pak. Pra ai ka dëgjuar ose ka lexuar vetë titullin, ose ka dëgjuar vetë dy fjalë që ke thënë ti, po s'ka kap thelbin ova. Ne nuk e kemi mirësinë dhe fatin dhe dëshirën për të dëgjuar dhe të kuptojmë njëri tjetrin. Por është kjo tendenca tjetër që i krijon. Po është tendencë, idhuj direkte nga që ka thënë këto i dolën disa gjëra. Edhe për Aleksin mund thonë, edhe për mua mund thonë, po flisi kur është për të fol, flisi kur doni ore, po flisi kur duhet me thonë diçka, po jo bosh. Bosh ai as nuk tha gjë për Çakun. Madje vlerësoi, ka konsiderat. Edhe un kam gjithashtu konsiderat, pra kushdo që është në të mirë në këtij vendi që flet në 2-3 gjëra, pa edhe un kam gabimet e mia. Edhe Aleksi ka gabime plota. Kemi gjëra, ne nuk po themi që ne jemi idealet, asnjëherë, madje ne jemi bërë bezdisshëm duke shpjeguar këtë pjesë që themi që nuk jemi idealet ne, nuk po flasim për idealizma. Po flasim për një gjë, i bisedë thjesht si dy njerëz. S'ka nevojë të na qush as gazetar, as analist, as gjë. Ishim ke kafja, po rrim tu. Po flasim dy gjëra. Don të na ndjekësh, na ndiq. Faleminderit që na ndjek, ashtu. Unë do të hapësh një temë tjetër, mund ta hapim, ose don të vish, domethënë të flasësh, të thuash diçka. Bujrum, siç është Aleksi, vjen Eltoni, vjen tjetri, domethënë Aleksi mund të ketë gjëra që nuk pajtohet me Eltonin, Eltoni mund të ketë gjëra që nuk pajtohet me Aleksin, por pajtoheni diçka shumë mirë. Ne pakun parë e themi edhe këtë që konsumojmë një kafe bashkë të tre. Po jemi njerëz që na bashkon ajo mirësia për njëri tjetrin. Ajo është kryesorja. Tani se çka kemi, dikush ka një lidhje tjetër, ka diçka tjetër, s'futemi ne kjo. Unë nuk jam i detyruar të jem Aleksi ose Aleksi të detyruar të jetë si unë. Por jemi dy shqiptarë, jemi dy njerëz që e duam të vend tu skanota fare nacionalizmin. Kjo që po them. Realisht e duam se këtu jetojmë. Këtu vuajmë. Këtu përballemi me këtë realitet. Këtu përballemi me shumë gjëra që nuk do donim të binim dakord me atë se çka po ndodh. U bë për shembull ai djali në Vlorë që fut në Këshillin Bashkiak Vlorës. Kupton se ku kemi arrit, domethënë që presim kënaqemi. Okej, bravo qoftë atij. Uroj që mos ketë fare gjëra sa tjera nga pas ose dikë që ka kurdis nga mbrapa. Nuk do ta gjykoj fare edhe personalisht, por gjithmonë historia ka treguar që fatkeqësisht ka pas një dorë tjetër nga pas. Ne aq të madhe kemi atë zemratën, aq të madhe kemi zemratën brenda vetes, saqë ne na bëhet qefi kur del dikush edhe bën diçka. Po pse do të gëzohemi ne kur e bën ai djalin Vlorë? Pse se bëjmë vetë, më bu? Gjithë secili nga ne ta bëj vetë, në formën e vet, domethënë. Kjo është problemi. Po kjo është ajo që duhet na bëj bashkë. Oh, bravo me komente, bravo, i djali, ue, halal, qumshi nonës. Aty bëhemi hero. Ai ishte trim, ai ishte vlonjat, ç'lidhje kam. Pse duhet me qenë vlonjat me botë? Duhet me pa grop? Duhet me pas gjoksin me grop? Nuk po gjykoj fare, por pse duhet gëzohemi me komente, domethënë bravo ani ose me share me gjëra. Bravo, më në rregull. Po ti më bu. Unë Aleksi. Por për vetëm më bu. Për çfarë lloj padrejësie që shihni në realitetin ose në habitatin tuaj ku jetoni, ku frymoni. Mendoj se kjo kaq është ajo që ne po mundohemi të bëjmë, domethënë. Nuk po flasim fare. As kemi mend me kriju parti, edhe nëse do kemi plan nesër me kriju, s'ka ndonjë gjë të keqe. Kushdo që është për prapë në paktën nuk e kemi synimet tona, në qëllimet tona, jena dy njerëz thjesht që jemi taku krejt rastisht, unë që merr me ato budallëjt atje, siç thoni ju, me budallëjt që ky tallet e bën,
ju jeni ato që thoni kështu. Unë s'gjykoj asnjëri. Më budallaj mund t'jem unë. E pranoj që mund t'jem. Kam unë shpërndahem, shkëputem, iki. Po, rëndësishme që ulem prapë këtu. Bëjmë bisedë me Aleksin dhe themi dy gjona, siç i ndjej, pasi edhe ngjyrese. Ju pastaj vazhdoni thoni prapë. Nuk e di se pi atë rastin atje, meqense doli kështu, më erdhi shumë natyrshëm. A pi atë videon atë djalin që u bë viral gjithandej. Ati po ta kisha përballë, do bëja një përgëzim shumë të madh, do i shtrëngoja fort fare dorën për guximin që pati, sepse ky vend për njerëz me guxim ka nevojë. Jemi mbyt me frikacak, aman. Edhe po kërkojmë, po bëjmë dhe thirrje nga ky emision këtu që bëni aq brenda mundësive një reagim valla. Kaq vaj kemi gjërat? Siç e bëri ai, pse çka kishte më tepër ai se unë, se ty, se ai që po na shikon? Asgjë më tepër. Ju këtu neve nuk kemi padrejtësira që të bëjmë dhe neve brenda mundësisë atë reagimin ton, të shëndetshëm, pa kërcënim me pasi gjë kështu të tillë. Ai kërkoi një të drejtë që ishte mohuar. Ka 5 vite tha që përkërkoi paratë e mia për banesën që më shemb. Po, për pronën e tij. Për një pronë që kishte, edhe nuk ka marrë përgjigje. Vetëm ashtu. Sërrollati ende këtej do. Ajo që ai fenomeni atje që ai denoncoi aty që u bë publike, ai është i shpesht. Po shohim kudo. Pjesën e madhe shqiptare? Sa shpira janë prishur, sa premtime janë dhënë do, kemi mbetur të do, re mi fasol. Edhe nuk është bërë asgjë. Vjen puna mas kaq kohë, mas kaq dekada që ndodh ky fenomen, doli një person i vetëm. Po. Edhe bëri do të presim edhe tani edhe për disa vite tjera ndodhi rast tjetër prap. Po jo, ashtu. Si kështu vjen. Uroj mos të ndodhi ashtu, se tani se ndoshta është kjo, se është psikologjike kjo, do të bëj dikush fillimin. Ai bëri atë çarjen e asaj. Uroj ti të çarje. Uroj ti të çarje. Uroj ti të çarje. Ta marrin si shembull. Pse di nuk duhet të shprehem. Mbetemi me teorimi thjesht tani që ta merret si shembull. Kemi ngel kjo kënaqësia kaq thjesht të egzaltohemi, kënaqemi, domethënë emocionohemi, na rënd qeth mish kur pam një aty se na duket sikur po shohim veten. Po jo, jemi larg asaj gjës. Pastaj jemi larg asaj gjës, domethënë çfarë bëre ai, domethënë. Vetëm ajo frika na ka shkuar në palc, na ka paralizuar fare. Na ka ik besimin vetë. Ne kemi humbur besimin vetë. Ne kemi zhbër, kemi nënvlerësuar vetë, kupton sa ç'a niveli tulet. Po, te kemi shumë vetë krijesën tonë që na do të krijesën na ka kriju Zoti, domethënë. Sa poshtë kemi ul veten tonë, domethënë, saqë varemi. Ne kemi lëshuar. Ke një drejtor llik, ke një drejtor, ke një që është i emëruar për X parti, ke një ministër, ke një deputet, ke një kryeministër, ke një çfarë niveli kemi çu vetëm. Po, kjo është për 2 lekë, për një rrogë apo ku diun për një makinë, sa do lloj veret ketë ajo më. Po. Pra ai ty të ka blerë më, ti je shit më bu. Ai ka blerë një. Del ai aty. O po mos u fut ti edhe ku diun çai kishte thënë, mos e ngrezër. Kush jeti më? Ai hyri fushishëm, edhe ashtu hyri. Ju jeni gjithë mashtruesa. Kjo është hyrja më e bukur. Çka ka një zemër më valla. Sepse është reale, janë mashtruesa. Duan ta tallin këtë popull, ta talendisin, ta bëjnë dhe ata pak që kanë ngelur këtu ti prezant. Dhe dalin aty ato me këmisha. Kush fryhet më shumë, kush orën më të shtret, kush varsën me tregu këtu ke kush makinën atje, kush një që me ndez makinën gjatë gjithë kohës. Edhe vure re atje, kur hyri ky atje, nuk ishte policia, ishte vetëm një policesh atje. Po dëgjon për çfarë ishte ajo aty. Edhe direkt e kapi telefonin që të vinë ata gallofat e mëdhenj pastaj. Po. Fakti që nuk ishte prezencë policore atje si një takim serioz bashkisë që po ndodhte atje, tregon që nuk e prisin atë reagim. Ishin të sigurt që populli është aq i fjetur, saqë nuk mund të ndodhte një gjë e tillë. Edhe ishte një befasi për ata kur hyrej atje. Pastaj kërcitën këta. Edhe fillun të nxjerr telefona me marr shqiponja, skifterat vishin aty, merrshin masa, kupton, ta shoqëroni se luajnë edhe me këtë termin. Po e shoqërojmë thotë. Çfarë po shoqëron më? Duan me kap me çura jon, me plas me një biruc atje. Presionet e gjona të gjitha. Se luajnë me këtë fjalën shoqërim, me zbuti çik kur vin këta, kur kërkon një të drejtë, të vinë të kapin këta, e shoqëroj thotë. Nuk e shoqëroj, fillon erdhën në kapën e re. E nëse, aty do me thënë, duhet të parë dhe kjo që duke mos patur prezencë policore atje, ishin të sigur që ky popull ka pësuar mpirje. E kishin të sigur që nuk do reagoj dikush.
Doli ai atje si fuqishëm, apo deri u përplas një te krau atje. Dhe tha jeni mashtruesa. Vetëm këtë fjalë kishte thënë ai, s'ka nevojë për ato të tjerat. Se bëhet fjalë për vërtet mashtruesa. Mashtruesa. Janë vendosur njerëz në poste kyçe që janë komplet inexistent për sa i përket gjërave të drejta që duhet i kërkojmë që na janë mohuar. Edhe do të ky fenomen. Janë njerëz aty për të marrë atë rrogun aty, për të zënë ato postet që kryen funksion, i kanë zënë ata që mendojnë vetë për xhepin e tyre, edhe nuk kishte bërë asnjëherë popullit. Për çfarë mblodhen ata atje? Po zgjidhin ai gjë realisht ata atje. Do vazhdonin atë që është bërë ndër vite. Që është bërë grop tashmë. Që të vazhdojmë mashtrimin dhe mëtutje. Dhe tani dalin këta komentuesat tu, bravo, urime, dakord. Po pra, po këto komentuesat këtu, siç jemi edhe ne, këtu, po në Angli janë komplet e kundërta. Janë I kenë po rrugë. I kenë për rrugë, janë aty në terren, janë aty ku është ngjarja. Ato dolën atje. Pra prandaj bëra edhe këtë lidhje, kupton? Pra aty është ne kemi njërin, edhe themi bravo, do të rrokitje nga rrjeta sociale. Kurse aty janë bërë gjithë bashk. Janë bërë bashk, i ka bërë vetë kauza bashk. Fix. Nuk e ka bërë Aleksi se e tha këtu kjo kamera, ne duhet dalim me protestu. Jo, i ka thirr gjithëve problemi. Kush është problemi? Burgosja në mënyrë të lirë, pra në këtë formë siç janë ato, e bën burgosë, s'ka nevojë me të futet me plasmën ai. Ai thot po spate këtë chipin, po spate këtë gjën, po spate këtë kartën ose këtë barkodin ose ku dijon, ku do të ta vënë ke tapa. Edhe thotë po se pate këtë, ti si e më. Mos llogaris. Si çfarë bëhet? Pra, edhe atë s'po llogarit më. Atë djalin atje. Se ka llogaritmë, ka kaq 5 vite ai. Po shif shko, ai se ka llogaritmë. Kjo është mos llogaritje. Edhe me këtë ato, njëjtën gjë duhet me bë në mënyrë masive. Tani më qes se ma lidh, të kthehemi çik prapa ajo se ma lidhe me Anglinë prap. Të njëjtën gjë që po ndodh në Angli, që po vërshojnë atje njerëz që s'kan lidhje fare me vendin tonë, për krah punë. Me këtë u takua ky Begaj atje me kreun e Bangladeshit atje. Edhe kishte kërkuar aty të bashkëpunim që të vinë tani një pjesë e popullit të tij të punësohet këtu në Shqipëri. Po çfarë bëhet? Do futen ata këtu. Pra, është ajo që thotë gjithmonë Aleksi. Të krijojnë problemin, vinë me zgjidhjen që është akoma më problem se sa problemi që është krijuar në fillim. Kanë krijuar gropën e madhe në Shqipëri që pamundësia, papunësia, jetesa e vështirë, ekonomia e vështirë, shumë gjëra që detyruan shqiptarët të ikin, u kriju kjo gropa. Shkon për shembull që çfarë do lloj profili pune, fabrike, fabriku ka fabrikë, do çfarë do lloj pune që mund të ketë në Shqipëri, ti ke mangësi domethënë. Po flasim pjesën e turizmit. Ka fabrika private, nuk më rak, se i kanë oligarkat e ferë. Edhe punësojnë këta. Po, punësojnë ta. Nuk vjen shqiptarë, s'ka shqiptarë. Skemi thotë, skemi. Unë isha në Laç para ca kohe që merresha me këto me gipset. Edhe aty strehoshin ajo godina madhe, strehoshin nga Pakistani më bë. Ishin me qindra. I pagushin pak, edhe më tutje ishte një godinë e madhe fashoneri atje, boshin punonin me pagesë minimale. I sjellin nga jashtë. Sepse shqiptari nuk pranon të marrë një rrog leshi që i mbaron brondat e java e parë, dhe si do e përballoj pastaj pjesë tjetër të muajit, sjellin këta këtu tani që marrin ku dëgjon një pagë minimale dhe një pjesë madje ja çojnë dhe familjeve të tyre andej. Edhe kështu e zgjidhin këta. Skleverit modern që i çojnë nëpër vendet e Europës, siç po i sjellin edhe këtu, siç kanë edhe në Angli atje, edhe i prishin punën vendasve. Edhe ndodhe kjo. Krijojnë gropën vetë, vinë me zgjidhjen me këtë nga Bangladeshi, nga Pakistani, nga Filipina. Kur dali ky palloshi jo në një moment, të thotë njëjtën gjë që tha dhe Starmeri, ai zëdhënësi kryeministri i Anglisë, thotë njëjtën gjë ai, si sa ai do thotë ky këtu. Por të patur në kontroll emigrimin e palishëm. Ndërkohë që këta vetë bëjnë marrëveshjet, ja hapin derën, vërshojnë ato futen këtu na zëjnë vendet neve. Kupton se si luajnë më, prandaj tha i djali nga Vlora. Mashtruesa, është pjesa e parë fare, ajo është kryesore mbi mashtrimin është. To janë, po e thot dhe libri jon i shenjtë atje, kjo bot lëviz në gënjeshtrën. Çdo gjë është një gënjeshtër. Çfarë shohim në televizor? Del ai atje, u vra Charlie thot, por qafohet ai
me gruan e Charlie, atje sikur e kishte burrin e vet, aty. Se ishte edhe kjo tjetra për Charlie, se po bëjmë kështu një mix. Ore, pse nuk dolën ato prindet e tij aty për shembull? Unë mblodh aty me miliona njerëz në stadium, po prindet e tij ku ishin? Një gënjeshtër kjo. Ceremonia mortore që e çun në varr. Pse se pam në vetë? Që e futën në grop, gjoja. Po të ishin prek shumë njerëzit, po ta kishin treguar edhe. Apo e rujtë kështu sekrete që mos kalonte në idhull, që do i faleshin aty. Kupton? Vetëm gënjeshtër, kudo gënjeshtër. Çfarë dalin këta zëdhënësit me epitetet presidenta, kryeministra? Janë këto udhëzimet që marrin nga këta ideatorët e gënjeshtrave të ndryshme. Edhe dalin aty, edhe gjithë qëllimi të drejtojnë opinionin publik në një drejtim ku ata duan. Kjo që ti mos mendo, ajo që themi neve është e sakta. Sepse neve e dim më mirë se kush është e mira për ju. Kjo është në vlerësim i kapacitetit mendor të njerëzve, sepse është sikur thon ty, që ti je idiot, ke tru foshnjeje, ne jemi prindi, e dim më mirë të mirën tënde për ty. Do mendojmë ne për ty. Edhe vinë këta dhe nxjerrin ato ligjet e ndryshme, vinë me planet e ndryshme. Edhe kjo finalja që duan me na fut pastaj në kafazin e art që ta mbylli fare që ta bësh kjo kontrolli digital pastaj. Siç po ndodh atje në Kinë për shembull ke 800 milion kamera. 800 milion kamera. 800 milion kamera. Aty ti nuk ke ku lëviz, aty je bllokum komplet, aty është ai krediti social, atje duhet të jesh shembullor, duhet të jesh nxënës i vjetës me yll me xixa. Do se të bim pikët pastaj dhe nuk shërbehesh, më. Është e frikshme fare. Se qeshi njëri kur thash atje është burgu i hapur. Jo, po më vjen me qesh se edhe me diçka tjetër, se doja, më falë, se me lidh me mbështet të që po thuti, domethënë parantezë. Po nuk kam tash ta bëj, por ka disa ditë që mendoj me bëj një video, Alex. Kur isha jashtë shtetit atë javë që ne s'bëm transmetimin, që nuk bëm atë videon, që dolën fjalë që të kam vrarë ty, të kam bën. Çai bën Alex? Çai bën Alex? Gjona ti. Nëse unë i mor me shumë humor këto, po ka ndodhur një incident aty ku isha në Francë, në Monte Carlo, në Monaco. Ndodhi një diçka aty që prandaj them që ne nuk kemi mirësinë, kurajën, guximin që të dëgjojmë, të lexojmë ose të shohim edhe pastaj të komentojmë. Por direkt gjëja e parë është helmi që mbizotron. Ajo domethënë. Edhe u këtë videon më ndal policia, duhet dalë kjo survejimi me kamera, me Kinën, po siç thuhet i Kina me 800 milion kamera, është edhe Monaco një vend shumë i sigurt. I ka këto po. masat e... Aty ndodhi diçka, domethënë isha me disa të afërm fëmijë, edhe fëmia e një të afërmit tim po qëndron në ambient publik aty, që ta shpjegoj tani se unë kam shpjeguar ke video, por ndoshta kjo video thjesht po e them edhe diçka boshe, po s'kisha mend me dhënë kaq shumë rëndësi. Po forcu këtë që tezën që po thoya ti, po. Por njerëzit tani me helmin e tyre shumë mirë ta bën ty ndej këtij ku mendon ti si je ti në Shqipëri, kështu është kur ti në këtë gjë që atje nuk shpëton dot. Me ato që bën ti, kupton? Po. Atë të kapin kështu me këto kamerat, kupton? Ka siguri atje. Edhe s'ka krim. Ne i dham fëmijës 2 vjeç e gjysmë, i dham një telefon që ilaçi domethënë, thonë za. Që tu mbasi çika aty me të lëndë. Po, se po qante, po grindej domethënë, siç e them me të gjuhën zhargon domethënë që po grindej fëmia, do po bën rehat, dham telefon po shite kukull. Aty kalon një zotëri me shpjeguar të fabulën që si ka ndodhur vërteta, gjëja domethënë që unë kam shpjeguar edhe ka video, po njerëzit kanë marrë te fast foodin edhe e dham te telefoni, kalon një francez aty, thotë ju jeni idiot, jeni të shmendur, i kishin thonë tyre njerëz të mi. Po ndërkohë që unë isha një moment në një vend tjetër, 10 metra, 15 metra më larg. Edhe si jep një telefon fëmijës, edhe ishin kap. Ky zotëria tani, ky francezi, ai që shku tani që po denoncimi i parë, duke thënë që këto janë tuaj, po shkoj vetë që të merret për bazë ime, siç apo them. Edhe vjen policia brenda 1 minuti. E kishë marrë vesh këtë gjë, edhe vjen. Aq raketë? Po raketë valla. Do të dalë kjo pjesë e survejimit. Që e kishin marrë vesh gjithë këtë informacion për 30 sekondë se kemi kaluar, kemi bërë 10 metra, 15 metra. Rrethim 7, 8, 10 policë. Pasaportat, gjërat, informacion përmershëm, po thoshin nga jeni tjetër kemi verifikim domethënë. Kështu kemi një ankesë për ju, sa që diku
keni ofendu dikëm, domethënë. I tregojmë ne ngjarjen sipas asaj që historinë tonë, si e thamë ne, a lidhe me atë se çka kishte thënë ai, ndërkohë që ato kishin pa edhe kamerë. Kishin pa gjithë kjo që kishte ndodhur në ambient publik. Gjë, trotuar aty. E verifikuan për punë minutash sa zgjatej 10-15 minuta. Okej, tha. Faleminderit për kohën, andaj këtej, ju falenderoj për shqetësimin. Çdo gjë tha është siç po thoni ju, tha. Po të ndërhyjën thash, po zotëria ka bërë denoncim trem tani, çfarë do bëhet? Tani do shkojmë të merrem me atë. E thashte për parantezë për gjën, domethënë që kudo po bëhet kjo gjëja, kupton, në survejimin e kamerave, gjëra, ambiente publike, private etj. Por njerëzit këtë gjë e shohin si mirësi, kupton, si gjë të mirë. Por pra, si siguri që pra ai kupton, thotë ai, ku je ti, kujtohet si jenë Tiranë me boa ashtu ti, ne po ti që jashtë shteti do të kishim bokë kështu, duhet me tregu edhe këtë pjesën që duhet me tregu edhe këtë që shivat se kam qenë jashtë shtetit, kupton? E diun si funksionon aty. Bota. Po ti tani ke dalë atje, kupton? Ke dalë. Ke di rregullat, ke di rregulla jetë, po ti je cop fshatar, je cop kështu, nuk ka di për botën. Po është dhe kjo karimi, ky mashtrimi këto që jepet e përshtypja që duke patur këto kamerat masivisht në rrugët e qytetit, aty të jep atë përshtypjen që ti do ndihesh i sigurt, se s'do të vijë GPS-i të që me të grabit aty në mes rrugës, sepse janë ato kamerat edhe vjen policia në shpejtësi raket. Kjo është ajo fasada. Që e quajnë kështu si të bukur këto. Por dardha ka bishtin mbrapa. Nuk e mendojnë këtë pjesën tjetër që shiko, ti vërtet ato kamerat i ke aty jashtë edhe ke atë sigurinë sipërfaqësore. Po ato kanë për t'i futur dhe në shtëpi ty ato më mbrapa. Aty pastaj nuk e di çfarë do sajojnë pastaj aty. Siguria në shtëpi që mos vi ai duti, do fillojnë të lejojnë të bëjnë disa krime andej i vodi shtëpinë atit, i ra këtit. Do ndërtojnë nëpërmjet medias disa historira, fabula, gjëra të tilla që nesër ta kesh ti thon, po, na duhet kamera ke shtëpia, po, mu ke koka si për kështu, po është batanies, po është asaj me audio, me gjëra të dëgjojmë se ku. Do bën tragjike një herë. Po të lexojnë me edhe ajo, po, e ka shpikur Elon Musku atë pjesën që ta vendosin të trurin. Pra, ta kapin hajdutin pa ardhur akoma ke shtëpia. Të lexojnë me një tjetër dhe shkojnë ta kapin direkt. Edhe kjo është bërë film këto, e bën inteligjenca artificiale atë me Tom Cruise-in atje, që me ato llogaritet që bën atje të nxjerr ty që ai X-i apo Y-i është të mendu kështu për ty. Me mundësi 70 me 80% është që do bëj këtë veprim. Edhe shkojnë e arrestojnë para se ta bëj. Po, ke qenë të mendu, ore o zotëri isha tu menu për qeftim për gjë tjetër, as kishe fare, ishte duke pa film tjetër. Para se ta bëj, më do arrestojnë para se ta bëj. Po, qartë, po ti thosh kam qenë pa film tjetër më burr. Kishe tjetër gjë më. Jo, e di unë, ti e di unë. Ajo pjesërisht ndodh dhe tani, se po ja thon kontroll sepse je i dyshuar thotë. Je i dyshuar që po dyshon, domethënë. I dyshuar se ku dëgjon se ajo ecura jote ishte stil burgu edhe më dha më të kuptoj që je kriminal. Po ti, po mirë, pse nuk dyshon për atë? Pse s'dyshon për atë? Se kjo puna e dyshimit nisi, gjithë ky plani, gjithë kjo katraura që do t'i fusin botës, nisi në 2001-shin. Me rënën e dy kullave. Aty pastaj mas i rozuan këtë, krijuan këtë problemin e rënjeve dy kullave që s'kisha as i hebrea të ditë aty. Qa doli? Çdo njeri mbi sipërfaqen e kësaj toke është një terrorist i mundshëm. Aty kaloi kjo gjë pastaj. Edhe aty pas e filloi kjo punë e kamerave, survejimeve, ambienti survejohet, ka qenë kufiri aty. Krijojnë problemin edhe pastaj ty të vinë kollaj fare të etiketojnë që mund të jesh terrorist, sepse Al-Qaida goditi dy kullat, qendrën e tregtare. Dhe vendosin një problem, edhe pastaj ti etiketohesh kur ti doj qefi atyre. Merr historia me atë pas. Po. Pastaj e njëjta gjë që bën me Plandemin. Ishte një i infektuar i mundshëm. Si i qushim ta që ti e kisha atë, po pavarësisht se nuk të jep të shenja, që isha i termi. Që mund të ishe i infektuar, por nuk të jep të shenja, ishte një fjalë se si përdornin, s'po ja gjej tani. Pra, në kohën e Plandemis ishte një i infektuar i mundshëm, që po mos bëje vaksinën,
edhe ta kish atë certifikatet, se kërkoshin certifikat kur hyn për disa ambiente, ti përbëje rrezik për atë tjetrin. Dhe ndortojnë kështu alarme të reme, në Amerikë quhen red flag, flamuri kuq, alarmi rem quhet kjo, që edhe gjithë synimi është të kenë kontroll mbi ty, mbi jetën tënde private. Të t'i heqin të drejtat që të karakterizojnë si njeri, pavarësisht se këta bëjnë nëpër OKB-ra dhe këto parlamentet e mëdha të Europës të drejtat e njeriut, për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pralla janë gjitha këto, se bashkë veprojnë, po shërben si valvur shfryrës e këto, sikur vërtet ekzistojnë organizata që mbrojnë të drejtat e njeriut, por ato janë duke u shkelur dhe askush nuk i mbron. Ta din, e kanë theksuar edhe tjera, njerëz jemi vetëm, Zoti dhe neve. Mos i besoni askujt, nuk i plas askujt për të drejtat e njeriut, madje tani po bëjnë përpjekje intensive të fuqishme, siç po ndodh në Angli, për t'ia hequr për t'i zhveshur njerëzit nga të drejtat e tyre, me sebepe idiote që i shkaktojnë vet, edhe vin pastaj me t'i marr. Edhe kështu ka përtes kjo botë. Prandaj që s'do ndodhi, nuk do realizohet ky plani A, se t'japim dhe lajmin e mirë tani, që s'është aq i mirë, po është më i mirë se po të ndodhi kjo e para. Ai ka gjithmonë përmbyllje Aleksi, dhe sa herë që flet për këtë me shumë urrëtie, me shumë inat, me shumë zemrat, se normalisht është shumë e rëndë kjo gjë që po ndodh. Por thot te lajmi tjetër që miqë do ndodhi kjo, thot. E ka fjalën për luftën e tretë. Për të thua po, për luftën. Eksaktësisht. Po kjo, në çfarë hapi është tani që jemi edhe tani po fikse. Po e vini re, ju që na ndiqni dhe do na ndiqni, po e vini re që janë duke ecur të dyja paralel. Kënej po kalon digitalizimi, filloi me Anglinë, në vende të tjera që po duket sikur step pak lufta, por ju nuk po i kushtojnë shumë rëndësi tani që përqendrohen që te kjo këtu. Po nga ana tjetër, po ti kërkosh, gjërat po bëhen intensive. Bën media këtu, ha? Gjithë e bën media, ushqimi. Media është ndyrë komplet alla. Bën një rol shumë të ndyrë, paguhet me para shtetërore nga taksa pagueshit realisht për të bërë propaganda konkrete. Për të hedhë syve aty ku nuk i intereson, edhe për ta bërë të madhe shiko këtu kur i intereson. Siç ishte një rast konkret, ky është shumë e papame, te klani aty po bëhesh një debat. Edhe ishte një njeriu im shumë i afërt atje dhe punonte në një lokal shumë të famshëm këtu në Tiranë. Aty gjendej drejtori i klanit, që po darkonte. Edhe ishte duke ndjekur debatin në emisionin, po e ndiqte live aty. Edhe kur pa që një nga ato analistët që ishin thirrur atje në panel nuk po shkonte sipas vijës, atje, në telefon direkt e hiqen atë plerën që janë hiqen ma zhdukni direkte. Jo. Personi im i afërt e dëgjoi pak të ishte aty live kur e pak të skenën, që po e ndiqte emision nga telefoni dhe bëri këtë përçoi këtë mesazh direkt nga telefoni. Hiqen atë plerën tha. Pse? Sepse ai doli nga vija, doli nga vatha, po del nga ajo narrativa që neve po trajtojmë këtu. Ku po shkon ai? Do thuajnë gjëra duke filluar që këtu deri këtu, po tha më tej se ajo. Edhe vjen desh me atë që na ka paguar neve të mbajmë tu CV, aty pastaj e bllokojmë. Si kanë kufjet këtu ato gazetarët e famshëm. Edhe i vi mesazhi, aty kthe, fut bëj çik zhurmusin, aktivizo atë tjetrin, ndrysho temën. Janë të aktivizuar fare, dia jam kështu hiena komplet. Bëhet aty sikur janë ftuar njerëz me nivel, do bëhet një bisedë hajrit atje, njerëzit do mësojnë gjëra, po janë të komanduar. Lajmi atje është shumë i kufizuar. Gjërat e mëdha nuk i thon realisht çfarë ndodh. Edhe nëse i referon me një kuptim tjetër për tjetër. Siç paraqesin tani për shembull Rusia agresive, pushtoi që kur nisi luftën për të pushtuar Ukrainën, i trajtojnë, u them, këto sa lek marrin këta mëdha. Këto ose janë idiota komplet, ose janë të paguar. Se s'ka mundësi. Dronet ruse tha në Poloni, shkak lufte që të ndërhyjnë NATO-ja, ndërkohë që ato ishin dronet e Ukrainës. Këto i din shumë mirë alla, i dim neve i di unë idioti këtu i vogël që po i them këto gjëra, këtu nuk i din ata. Çfarë më shumë kanë një internet kemi. Kontrolloni, shifini alla, shikoni të gjitha. Ju mos shkoni aty po të mbështetur atë vijën e atyre që i shërbejnë disa interesave konkrete.
Kupton? Edhe që janë bashkuar me të vijën për të paraqitur Rusinë e keqe, se i duhet ai i keqe u bë. Se po nuk ishte Rusia nuk ekziston NATO-ja. Sepse i duhet një i keq për ta luftuar. Edhe këto, jo po superfuqia NATO po e bëri ato vetës. Po, i japin rëndësi dhe vetes tyre. I mbajnë atë kraun edhe thon pastaj jemi me kraun e dur. Si dur. Rama Berishën. Po, bëjnë sikur hajnë ndërkohë që janë bythë brek bashk. Ku që disa biznese bën vllai i Ramës me çunin e Sales, edhe i ndajnë bashk, edhe këne na paraqiten sikur janë kundërshtar. Gënjeshtër, vetëm gënjeshtër, Allah, është bërë show. Vetëm tallen me njerëzit ta bër. Prandaj filtroheni, po e theksojmë ka zënë goja lesh tu e thënë. Filtroheni, kalojeni nga sita, mos i merrni ashtu si paraqesin, madje merrni të kundërtën nëse po të mashim shënim do ta kemi thënë ja 70 herë këtë pjesë. Kupton? Mos i merrni, mos i përtypni gjona direkt siç u thon. Gjërat janë komplet ndryshe. Është botë e rreme, botë e gënjeshtrës. Pa gënjeshtrën kjo sistemi rënohet, bie. Ku po shkon kjo botë? Tama ku po shkon, po shkon kjo botë. Dim ku po shkon, ka nisur një orë tek tani. Edhe se e lam te kjo. Mirë që do të pritet kjo plani A, që është digitalizimi, burgut me zinxhir pa dukshëm dhe burgut hapur, mirë që do ndërpritet, se kjo do ishte diktatura më mizore që ekziston. Njeriu do ishte thjesht një shifër, një numër, që siç e bën ti në kompjuter atje që do të fshish një folder, klik djathas, delete e zhduke. Kështu sistemi do e bëj këtë gjë. Për ata që ndihen në siguri me ato kamerat, se ja tha ky që ka futur ato 2000 kamerat këtu, për çfarë është ajo? Për të luftuar krimin e organizuar, thot ai. Ai s'po i them në një llaf të rënd fare tani. Për të luftuar krimin, thot ai. Ndërkohë që është vetë kreu i krimit, që i organizon dhe me lejen e tij kush e di sa drog futet në Shqipëri që të drogohet rinia, që mos të jetë rinie e qull që mos mendoj. Edhe kënej kapate me ashash, me telegram ashash atje, kupton ti? Do vendosim kamera nëpër shkolla, pra digitalizimi këtu, skanimi fytyrës e këto, do vendosim kamera edhe s'do ketë më kaubojsa me thika rreth e parqark shkollave, thon ata. Si sjellin gjërat më, lojë ndyrë komplet më burr. Kontrolli, skllavëri duan të sjellin. Nuk mendojnë për neve ata më burr. Se s'po ngjohen ato lajme me thika më tani për shembull. Jo se po duhet të them që duhet ndodhin. Por kur kam bërë një video me një personazh tjetër këtu që merresh në pisk, me Angelën, cilën e përshëndes, e vlerësoj shumë. Edhe i ka thënë të njëjtën gjë, për shembull për punën e saj, jo me lidh, gjithmonë ecim atë idenë e saj me atë parimin e saj që krijon problemin për të ardhur me zgjidhjen. Ai ka thënë diçka që unë jam shoku vet kur e kam dëgjuar. Kishte shumë informacione. Dhe ka thënë që atë djalin 14 vjeçar që u vrak nga shoku vet, nuk është se e ka vrarë, atë ka vrarë vet policia. Edhe qëndronë, pas e bëri tjetër. Po si thu, filloi duke shpjeguar, duke shutësh. U shokova. Edhe i lidhë gjërat. Edhe tani kur dëgjoj ty që këto duan të fusin kamera nëpër shkolla, skanime gjëra për të ofruar sigurinë e rreme. Se s'ka më lajme për që një kohë atëherë që çdo ditë ti dëgjoje lajme, kërciti thika vend tjetër. Këto sikur i nxisin vetë, i nxisin vetë, i krijojnë vetë ngjarje. Po sigurisht që i orkestrojnë vetë gjithë gjërat vetë, edhe në fund me këtë zgjidhen pastaj. Po fusin kamera në shkollë ose hyn me thika me gjëra me kështu. Po. Edhe mos të blejnë skemer që bëhen, çfarë filmi që është një skenar komplet i ndërtuar kështu në të gjitha anët. Janë të papara burr. Që edhe ne po na përdorin. Janë të zgjuar për ligësi më burr. Janë të këqij të ligjë burr. Sajojnë skenat që nuk ekzistojnë. Unë nuk po them se nuk ka kështu tipa që i duket vita kaubojsa. Ka dhe nga ata. Patjetër, s'po themi po këta i përdorin atë gjë. I përdorin. Edhe po nuk ishin në nivelin e duhur atje, e bëjnë këta të duket sikur është aq keq. Për të kaluar pastaj te këto qëllimet e tyre që kanë. Për ta edhe ja vënë emrin masa sigurie pastaj. Këta duan kontrollin e njerëzimit, edhe sa janë probleme që t'na lidhin. Gjithë çështja është kontrolli. Po që të arritet ajo maja kulmi kontrollit është të vinë fillim me këtë kartën digjitale ose me portofolin digjital, dhe do thonë pastaj shiko se pati ca probleme të ndryshme dhe nuk funksionoi mirë sistemi sepse hyrën hakerat iranian Irani tani.
hakeroj këta këtu, do merr Irani me ne, se pak halle ka për vete, me ata çmendurit e Izraelit, me Amerikën nga mbrapa, edhe do merr Irani me neve dhe krijon këto probleme. Dhe do thon pastaj shiko se nuk është edhe aq e sigurt kjo, sepse pam që kishte pikonte çatia e sistemit. Kështu që mënyra më e sigurt është t'ju fusim atë kokrën e orizit, çipin aty te dora, edhe ajo pastaj është kështu, është modem më vet ajo, nuk mund ndërhyj hakeri, edhe jeni të sigurt pastaj. Do na fillojnë me këto sigurirat pastaj. Se kur të duan këta ta paraqesin si diçka të bukur, kur të duan ta bëjnë gogol. Dhe këtu shërben media, që të bën lavazh, të shplan trurin komplet, ta paraqet bardhën si të zezën si të bardh, edhe ne shkojmë. Prandaj nuk do të harrojmë kur atë periudhën e pandemisë, aty sistemi nxori, djalli që komandon këtë sistemin, nxori ato kthetrat më të ndyrat, gjata të vetat. Si ka mundësi që u koordinua një botë e tërë, gjithë qeveritë e kësaj botës, për të bërë të njëjtën gjë, për të terrorizuar njerëzit, për ta bërë të duket sikur po shfarosin virusi del në një orë konkrete, edhe i ru njerëzit aty, ri me një pemë ose me një çati shtëpia atje, dhe sapo ti të dalësh në orën e ndaluar, do të hidhet në qafë, do të kafshë dhe do vdesësh. Dhe pse si lunin më burr, frikshëm fare, të shtunën tha, nuk do dali fëmia me maman, po do dali me gjyshin, të dielën do dali me prindin. Se po dali me gjyshin, të skanon, edhe shiko, shkon ndesh me urdhrat e Ministrisë së Shëndetësisë, edhe të godet. Deri në orën 12, se po kale 12:01, do të culin pastaj 7 viruse dhe nuk bëhesh më, do kalosh intubim. Tallje trapi me paramendim, me bet 700. Edhe njerëzit i besonin. Shikoja njerëzit vraponin ku kalon të makia policisë, ishin për mure kështu si kacafite që si budallëj. Ku shkoni më? Lëlkuqen mbi muro. Atje është një tentativë e madhe për të hequr të drejtat e njeriu, për të kufizuar ty lirinë. Direkt tu je. Po, tani po e bën me këto karta digjitale kufizimin e lirisë. Nuk do të punësohesh ti po s'pat atë. Thon but. Realisht është po nuk e pranove këtë që neve do ju sillim tani, kartën digjitale, ke për të vdekur si qen nga uria. Nuk të mund të marrësh shtëpi me qera, thoshin ata atje. Marrësh një ambient me qera, se do të paraqesesh atë. Ti je i pastre, i pangrën, kthehesh në kërkues koshash mbetjesh që hedhin njerëzit nëpër kosha. Ja kështu, e të vdesin për zgjalli. Por ti se pranove, si i pabindur se ky është për të mirën tënde. Ishte edhe për të mirën e ekonomisë të vendit, ti je armik i vendit tënd, sepse neve këtë gjë bën për të matur, për të patur në kontroll emigrimin e paligjshëm. Kupton si sillin gjërat apo? E kam thënë të disa herë tjera. Vet shtetet janë armiqt e popujve të tyre, sepse shtetet janë të kapura. Komandohen nga qendra të errta, nga tip që janë komplet satanista. Kush nuk e do njeriu? Vet djalli nuk e do njeriu. Nuk ka çati bëj dot Zotit, se armik i përbetuar. E shem fare, edhe bën godet njeriu, që ne jemi krijesa më e dashur e tij. Atë lirinë që na e ka dhuruar neve, që është liria e shtrenjtë, këta duan me na i marr. Me hir apo pa hir. Të detyrojnë. Nuk dalin ball për ball siç e bëshin dikur atëre që ta vënin pistoletën në ball atje që për detyruar për i gjë, po ta bëjnë me këto mënyra anësore. Se kishte thënë një shëntor jon që djalli ka për të kapur barkun, tha. Do godasi barkun. Do me thënë, ushqimin. Të izolon ty, nuk mund ta bësh dot këtë veprim, nuk mund të bësh dot atë tjetrën, po nuk pate, po nuk u binde këtij sistemit satanik. Sepse sistemi po të kërkon ty që ti të kesh një mjet digital aty, që ta kesh dhuruar ti vet me vullnet e lirin tënde, edhe aty pastaj të rrof që je i lirë, që je jashtë hekrave, ndërkohë që të ka ndërtuar një burg në natyrë. Edhe njerëzit ecin sikur ajo është diçka e mirë. Pra në gjë e mira që po bën Anglia atje. Ata marrim si shembull. Atë që po bën aktualisht populli i Anglisë është një vepër heroike. Edhe bëjmë mirë ta imitojmë dhe neve, se do na sjellim dhe neve këtu ato digitalizimet. E bëri ai paralajmërimin e asajt portofolit digital, e ka lënë e heshtje tani, se këto e hedhin fjalën edhe vazhdojnë çik më tutjes të serin. Do e rikthej prap, ai futi ministreshën digjitale atje.
Ky i dha gaz më shumë akoma. As Anglia se ka bërë këtë gjë. E buni ky lloshi nga Po, këtu. imagjino, më doli ditë ke më doli ditë ke kjo, më ke edicionet e lajmeve në Indi, ishte bo lajm kjo. Edhe India u bën famshëm deri atje, ë? Deri në gjithë botën, më ishte bo lajm gjithë botën në Indi. Vend prototip që i dha gaz. Në Indi që sa miliard ka India? 1.2. 1.2. Aty 1.3. 1.2 miliard banor, do të thënë me bo lajm në Indi. Kësaj lagjes vogël. Lagjes vogël me një prandaj. Alex, falenderoj si gjithmonë, është kënaqësi edhe realisht falenderoj për atë se çka bën që na zgjon her pas here me informacionet që na sjell dhe me thirrjen tënde si një njeri i vërtet që ka ngelur akoma ajo ndjenja njerëzore. Njerëzillëku, ajo është thirrje, është shumë e pastër, është tani çdo kush e ka dorë vetëm për veten, ne s'kemi asnjë interes ose asnjë gjë. Interesi jonë vetëm është që ne më të lumtur, më të mirë do jemi po të jemi afër njëri tjetrit. Ky është interesi jonë i përbashkët. Se vetëm nuk bëhet kjo gjë. Kjo gjë që është në të mirën tonë, në të ardhmen tonë, familjarëve tonë, njerëzve tonë, pasurisë tonë. Kjo është pasuria jonë vërtet. Që të trashëgojmë njerëzit tanë, mos shkatrojmë atë se çka ta e munduar me shekuj, duke futur gjithmonë ato spicat për të na përçarë dhe të shohim njëri tjetrin si të huaj, dhe për të parë këto të ligët si të afërm. Dhe kur na hiqet ajo perdja, atëherë do kuptojmë, themi, sa shumë pas kemi ikë, sa shumë pas kemi ecur dhe nuk kemi pasur për krah ato që realisht duhet kishim, që kemi lënë atje ke stacioni fundit dhe i kemi shkatruar për shkak se ne kemi qenë në anën e gabuar. Fix. Nuk e di a e thash mirë këtë, po më erdhi shumë kështu si e shoh gjithë këtë filmin, Ishte poetike fare. Është shumë një skenar shumë i mirë menduar dhe i lig, shumë djallëzor që edhe njerëzit ndehen, dikush me arsye, dikush pa arsye, dikush edhe ndoshta nga pamundësia, por siç thotë edhe Aleksi, unë kam zgjedhur më mirë të jetë kështu, thot Aleksi, kaq i thjesht, kaq bazik, por jo të shes atë se çka është më e shenjta. Të shes shpirtin, është fitoria. Është fitoria më e madhe, shpirti është, ti je i lirë. Ke diçka më, ke ku ti kënaqesh, se nuk di ta them. Ke arsye për të jetuar kur je i lirë. Shpirti i lirë themi, është ajo shpreha politike. Është e dëgjoj si shprehje, po është tjetër gjë kur po duhet ta besojmë, mos ta besosh, prandaj edhe unë nuk di ta them. Të jemi bashkë. Jo se bashkë. besoj, po nuk gjej dot fjalën ta them, ç'a kënaqësi e ka ajo, domethënë. Të jesh i lirë. Ti je i lirë, më, ti je mos të varet tjetri. Gjithsesi ju përshëndes, nuk jemi ne ata që themi se çka është rruga, çka është e mira, çka është, por çdo njeri e ka aftësinë, e ka mundësinë të thrasi zemra vet, shpirti vet dhe ta orientojë drejt asaj të mirës. Prandaj unë e them gjithmonë atë, uroj që të jeni mirë. Ashtu dua ta nis gjithmonë atë çdo bisedë që bëj dhe ta mbyll. Kjo është ajo që të ndizet e drita, të hapet perdja dhe të ecim të qetë. Të qetë të ecim duke qenë gjithmonë me atë besimin që kemi në vete, besimin në Zot dhe aty pastaj s'ke. Nuk besoj që të ketë robin ai frikë tjetër pastaj, të ketë ndonjë gjë. Kur të bësh hyrjen dhe mbylljen, të jeni gjithmonë mirë, duhet shtuar edhe të lirë. Edhe të lirë, po, edhe të lirë. Po, me ka ike çikë si fjalë se nuk e dëgjojmë shumë. Ju përshëndes, të jeni mirë, edhe të lirë.